patjetër që është abuzim i pasur me pushtetin që atyre ju është dhënë apo e kanë marrë në mënyra të ndryshme. Megjithatë, nëse flasim për minorenët, që do thotë 14 vjeçar, 15 vjeçar, janë në kushte vulnerabiliteti. Pra, janë krijesa që po rriten dhe vulnerabiliteti i brendshëm që atyre ju vjen nga faza e tyre e rritjes, nga sfidat e tyre për të vendosur në shoqërinë në një pozicion të caktuar se po rriten tashmë, dhe pastaj vulnerabiliteti i jashtëm që do thotë situata familjare, situata në shkollë, por edhe pushteti i keq abuzuar apo i keq orientuar i këtyre njerëzve ka bërë që pikërisht në pjesën më të madhe, viktimat e drejtpërdrejta janë pikërisht ata që janë minorenë dhe absolutisht bëhet fjalë për pedofili të pastër, ku kemi diferenca kaq të mëdha moshe. Pra, sepse pedofili bëhet fjalë kur ka një diferencë ose personi tjetër është mbi 18 vjeç, mbi 20 vjeç, automatikisht ti cilësohesh si sjellje pedofilike. Pra, dhe këtu pastaj hyn tek deviancat, që a do i kenë pasur të gjithë deviancat apo jo, kjo pastaj është një temë tjetër, sepse shpesh herë është edhe A është devianca një gjë që lind apo një gjë që kemi të gjithë dhe na stimulohet? Për një pjesë është e lindur, po pra ideja është apo na stimulohet apo është e kemi të krijuar? Mos harrojmë një gjë. Se këtu po ti shikosh janë gjithë në niveli të caktuar, ëh? Po kjo është pastaj sociologjia e elitave. Pra të gjithë duan të marrin pjesë tek ajo gjëja dhe gjithë bëjnë sikur s'flasin, sikur se dinë se duan të kenë këto lloj privilegjesh që mund të jenë pastaj çështjet e tjera biznes, ekonomi, pushtet, konflikte, situata për të mbrojtur njëri tjetrin dhe pastaj këtu kalojmë tek pika tjetër që pse u bën gjithë këta dhe nuk folën, se tani që unë të vënë dyshim që të gjithë edhe ata që ndoshta nuk vepruan por e ditën, sepse këtu ka njerëz të tjerë që e kanë ditur, edhe media e ka ditur, pra shumë kanë heshtur për arsye të frikës nga pushteti, për arsye të faktit që kanë marrë në një favor diku tjetër, por ndërkohë edhe frikë se vajza që do undsoi Virginia Gjyfre, ajo vrau vetëm më pas, pra me vetë personin dhe vetë faktit të shijeve të tyre që kanë pasur. Ndaj këtij krimi, në këndvështrimin tim, krimi shtetëror, pra sepse është mos funksionimi i mekanizmave të kontrollit të shtetit mbi këta që janë pushtetar, ka bërë që në kurrizën e ishte privat, ai ishte thuajse në një parajs vetëm, në shtet privat, i përket kësaj shoqërie dhe kësaj me vullnetin e këtyre, disa rregulla dhe kemi vendosur që po themi disa gjëra janë të ligjshme, pastaj kemi disa gjëra që janë të moralshme, pastaj kemi disa gjëra që janë të pranueshme për të bashkëjetuar me njëri tjetrin. Tani në këto shkelje që këta bëjnë gradualisht, këta harrojnë çështje moralshme. Pra do të thonë se shtyje pragu. Harrojnë apo thonë ja lejojnë vetes momenti që tolerohet një vogël, momenti që tolerohet një dy të vogël, ti pastaj shkëputesh nga realiteti, empatin kryesisht këta e humbin, sepse shkëputen nga realiteti, pra nuk dinë më çfarë është vuajtja.